Unë mendoj që për të folur për pukën turistike, sot, mund të ketë shumë individ që do të flisnin me kompetenca dhe me dashuri për të. Mirë po, nuk besoj se ka individ ose emra më të përshtatshëm se sa dy djemë që unë kam në krah. Në qoftë se ju keni parë në rrjetet sociale një faqe që quhet Discover Puka, duhet ta dini se pas saj qëndron pikërisht ky djali këtu që quhet Vullnet Kuçi. Faleminderit që pranove që të bëjmë bisedën një herë. Faleminderit që erdhe në Pukë edhe jam shumë i kënaqur që jemi këtu së bashku. Dhe nga ana tjetër, nëse ka një djalosh ose një individ ose një njeri i cili ju udhëheq drejt shtigjeve të Pukës, jo vetëm brenda në qytet po nuk diskutohet, por edhe rreth e përqar kësaj, ai është pikërisht Emanuel Pietri që është bërë gjithashtu emblema e destinacionit Pukë këtyre viteve të fundit. Emanuel, faleminderit që ma pranove ftesën për të ardhur këtu tek ty edhe për të folur bashkë në bisedë. Faleminderit shumë, për mua shumë kënaqësi me ta pranu ftesën ty, edhe mirë se ke ardhur dhe për ne shumë kënaqësi në bisedën me ty, edhe kohën Pukë në qytetin tonë. Unë mendoj që një binom si ju të dy, pra ti një djalë që i ke zbuluar të gjitha shtigjet e Pukës, ose jo i ke zbuluar, se i kanë zbuluar dhe të tjerët përpara teje, por që i ke treguar turistëve të gjitha shtigjet e Pukës, dhe një djalë tjetër që ja tregon vizualisht Pukën gjithë rrjeteve sociale, mendoj se janë dy mënyrat më të mira të promovimit të një destinacioni si Puka i cili ka shumë për të ofruar. Si mendoni, cilit prej jush të dyve duhet ja kërkoj si fillim që pse njerëzit duhet vinë në Pukë, pse duhet ta vizitojnë Pukën? Kush mund të më përgjigjet më mirë nga ju? Normalisht se Vullneti. Edhe unë mendoj kështu sepse edhe Vullneti e ka shëtitur cep më cep dhe nuk ka lënë pjesë të Pukës pa promovuar. Flora, mendoj që duke nisë edhe bisedën këtë lloj mënyre në një ambient natyror, them që Puka gjithmonë është njohur për pjesën e peizazheve, për pjesën e klimës, për ajrin e pastër, për ujin që sot e njoh gjithë Shqipëria dhe nga kjo burojnë dhe arsyet që Për ujin Lajthiza deshet thuash që sot e njeh gjithë Shqipëria, apo jo? Janë bërë disa tashmë, po Lajthiza është kryesori. Por gjitha këta janë një motiv që të bëjnë thesh syt, po pse gjitha këta element në Pukë, sepse këtu ekziston një klimë shumë e mirë dhe këtu është një ambient i cili thret çdo lloj grup moshe, e cila vetvete përbën një arsye shumë të madhe për të kaluar një fundjavë ose një moment relaxing në Pukë. Puka ka shumë destinacione që ne i kemi zbulu dhe i kemi promovu, por mbi gjitha ne jemi përpjesë që t'jemi sa ma autentik në vlerat të tyne, pasi ata nuk janë vetëm destinacione, por mund t'jenë vendbanime, mund t'jenë identiteti i shumë personave dhe kjo gjë është element që ne dëna ta ruajmë mbi gjitha. Së bashku me Emanuelin, por dhe me guidat tjera që janë këtu prezent, që janë guida lokale, ne kemi pas gjithmonë një bashkëpunim të mirë dhe kjo gjë na ka ndihmu që edhe ne të bëjmë një imazh të mirë tek vizitorët, pasi mbi gjitha ne duhet të jemi të vetëdijshëm që ta promovojmë vendin me gjithë vlerat që ka dhe harmoninë që kemi me njëri tjetrin. Sigurisht për çështjet të autenticitetit unë mendoj që Puka është një prej destinacioneve më autentike në Shqipëri, edhe për shkak se infrastruktura urbane e qytetit është e veçantë, është një qytet pothuajse i stilit alpin, që edhe me këtë rekonstruksionin e viteve të fundit pra të famshme në rilindje urbane, Puka e ruajti deri diku identitetin e saj dhe u bë një qytet shumë i këndshëm për të vizituar, qoftë edhe si një destinacion qyteti, sepse ka edhe liçenin këtu, domethënë që e bën shumë tërheqës edhe i ke parasysh ti Emanuel ato guidat që janë kryesisht gra që mbushin autobusin që shëtisin. Pra Puka do të mjaftojë edhe me një autobus me gra të cilat në fundjavë shëtisin, vinë në Pukë, pra konsumojnë një drekë, bëjnë një shëtitje në liçen dhe ikin. Por ti ke tjetër lloj tipologji turistësh që udhëheq në përmale dhe në përshtigje. Po, më parastis me pas edhe një autobus. Edhe këto, një autobus plot me gra. Po, parastis, po disa herë pavarësisht se unë jam më shumë i fokusuar edhe ndjehem më mirë me punën time në përmale. Puka ofron shumë, sidomos për pjesën e maleve, majet
jo nështë e me të lartësinë e madhe shumë, për se të si kena I keni të bukura shumë. Ti e ke nisur promocionin në fshatin Buzhal, me fshatin tënd, domethënë. Edhe në fakt është një prej pamjeve më ikonike të turizmit shqiptar, një peizazh prallor, shumë i bukur, që ti s'lodhesh së fotografuari dhe së ofruari, sepse të thua, okay, pamja është gjithmonë njësoj, është po ajo, por jo, unë që le themi merrem dhe kam dëshirë që t'i kem fotografitë e tua, ashtu si kundër edhe fotot dhe videot e Vullnetit në faqet e Travel Magazine në Instagram, ajo pamje është gjithmonë e ndryshme, gjithmonë e bukur, e nisur prej kësaj, pastaj edhe kuptohet edhe shtigjet e tjera. Me të thënë drejtën, tash u bën vite, unë jam prej fshatit Buzhals, edhe e kam pasur dëshirë më të madhe veç me promovu zonën teme, fshatin tem, pa menu më gjatë se si funksionon si punë. Faleminderit Zotit, kam arrit deri diku. Pikërisht e moja murgs është çdo nisje e jemja. Pamja është çdo kohë si do dalësh, në çdo orë është një pamje e ndryshme, ka të bukurinë e vet, edhe nuk lodhna. Sigurisht. Edhe atëherë u bë shtysa se unë vazhdo në tana destinacione tjera për rreth. Që tani ti sigurisht e ke shtrir diapazonin, sepse në fakt nga një djalë i zonës që njihte shtigjet lokale, ti u bëre një guid lokale, pra një udhërrëfyes lokal, pastaj u bëre një udhërrëfyes i certifikuar kombëtar, dhe pastaj një udhërrëfyes i certifikuar malor, që do të thotë tashmë je i kompletuar dhe jo vetëm di se ku ti dërgosh turistët apo po themi vizitorët grupin tënd, por di edhe se si ti mbrosh, domethënë di edhe se si ti udhëheqesh në mënyrë teknikisht të sigurt. Çfarë do bësh me këtë gjë, pra në vazhdimsi, çfarë do bësh tjetër? Me të thënë drejtën, unë qëllimin kryesor e kam, sa më shumë me promovu, me tregu njerëzve se sa vendet bukura kena në Puk, e në tanë Shqipërinë, ku po flasim për Pukën, se në Puk kena ala shumë maje, shumë vende, shumë fshatra, se ndoshta nuk na ka dalë koha ose mi promovu ashtu si duhet, po ashtu edhe numër shpellash kena plot numër të madh shumë. Po, unë nuk po i listoj sepse e di shumë mirë që jeni ju, domethënë që mjaft që t'ju prezantoj ju të dyve në bisedë dhe njerëzit do dinë se ku të drejtohen apo kujt t'i referohen për të vizituar. Si është situata e infrastrukturës pritse në rrethinat e Pukës aktualisht? Pra janë shtuar, besoj, bujtinat, hotelet e vogla, shtëpitë pritse? Janë shtu, mira normalisht se janë, por edhe nevojë ka prap me ushtu. Me ushtu tjera. Vullnet, ti je këtu, vazhdimisht. Ti kap të gjitha momentet e bukura të këtij qyteti jashtëzakonisht simpatik. Domethënë, unë e dashuroj Pukën. E thash edhe në hyrje të episodit që mënyra se si jemi njohur me Pukën ka qenë krejtësisht e dashurueshme. Kështu erdhëm në një ditë me borë, erdhëm te Hotel Turizëm Puka, ku ishte ngrohtë, xhaku, zjarri, hëngrëm pul me çervish. Pastaj vajtëm, domethënë vizituam Pukën në dëbor, domethënë që ishte një eksperiencë e jashtëzakonshme. Ti e ke parë Pukën në çdo moment. Kur është më e bukur sipas teje? Thëmë drejtën, kjo është një pyetje duket e lehtë, por shumë e vështirë për shkak se unë mund të them që këtu në çdo stin ka bukurinë e vet. Mendoj që Puka është me plot gojë destinacion gjithvjetor. Dhe ky është një favor shumë i madh që ne e kemi. Dhe vitet e fundit që rruga është gjithmonë e aksesueshme, është edhe një avantazh që ky destinacion të jetojë gjatë gjithë sezonave. Unë e pëlqej shumë pjesën e pranverës, por e pëlqej shumë edhe dimrin, sepse jemi rrit në dimër, edhe pjesën e borës që tash po na mungon vitet e fundit, por personalisht unë jam shumë i lumtur që jetoj dhe kam zgjedhur të ri në Pukë. Mendoj që gjithë secili nga ne kontribon në një mënyrë për ta promovuar zonën tonë, jo vetëm ne që jemi promovues me materiale, me video, por edhe një qytetar i thjesht nëpërmjet një miku, nëpërmjet një fotoje, mund të jetë një promovues i zonës vet. Gjëja tjetër që duhet të them unë është që
Puka ka një klimë shumë madhe dhe vitet e fundit kam vure që është rrit numri vizitorëve për shkak të klimës, duke qenë se mas pandemisë dhe gjithë jeta jo ndryshoi, ka një rritje shumë madhe të vizitorëve që preferojnë vinë vetëm për ajrin e pastër, kryesisht gjatë pranverës dhe verës, por tashmë domethënë çdo stin mendoj që në Pukë është e plot dhe është e vizitueshme. Puka është ndër zonat me pyjet më të pasura dhe edhe më të bukura në Shqipëri dhe në fakt le të themi që kjo jo vetëm ndjehet rrugës kur vjen për Pukë, por duket edhe në qytet tek parku që është shumë i bukur. Po, është shumë e veçantë. Mendoj që themi gjithë element Puka po përballet vitet e fundit shumë me sfidën e largimit banorëve, migrimin edhe emigrimin. Për fat keq. Sepse është një problem i cili është një plagë e cila vazhdon të ndodh, por jam shumë i lumtur që 2-3 vitet e fundit ka një përfshirje më të madhe të rive në fushën e turizmit dhe janë hap disa butina të reja, shoh të ri që duan që bëhen të angazhohen, duan të merren. Dhe unë mendoj që kjo është një shkëndij shpresë pozitive për ne që punojmë turizëm dhe shpresoj që ata të rinj shërbejnë që përpiqen edhe të tjerë pastaj. Sepse realisht, siç e tha dhe Emanueli, tu është nevoja shumë e madhe për hapësira akomoduese, për shërbime dhe gjithë secili mund ta gjejë vendin e tij. Ne duhet jemi ne ata që t'i shërbejmë dhe t'i krijojmë mundësitë tona, jo mundësitë presim momentin e duhur.